Sipas parashikimeve, deri në fund të këtij viti kursi i këmbimit nuk do të jetë aq i fortë sa në 2024, pra lëvizjet e kursit do të jenë më të buta. Euro nuk do të zhvlerësohet aq shumë kundrejt lekut sa në vitin që lan pas. Kështu është shprehur Erald Themeli, drejtori i politikës monetare në Bankën e Shqipërisë, teksa theksoi se efekti i kursit të këmbimit në mbajtjen nën kontroll të inflacionit nuk do të jetë aq i madh këtë vit. Theksoi që gjatë vitit 2024 ne kemi pasur një nivel inflacioni lehtësisht nën objektivin e Bankës Qendrore, pra niveli mesatar ka qenë 2.2%. Në një masë të madhe kjo lidhet me efektin frenues që ka sjell forcimi i kursit, i shpejtë i kursit të këmbimit gjatë vitit 2024. Për vitin 2025, e në vazhdim, parsisht problematikave që ka parashikimi i kursit të këmbimit, ne presim një ecuri më të balancuar të këtij treguesi në raport me zhvillimet që janë vënë re 2 vitet e fundit, që do të thotë që edhe efekti frenues në inflacion që kemi pasur në vitin 2023 dhe 2024 nuk do të jetë më kaq i fortë në të ardhmen. Ekonomia shqiptare vijon të ketë trende pozitive zhvillimi, të shfaqura në drejtim të rritjes ekonomike, por edhe në drejtim të inflacionit të ulët dhe nën kontroll, nivelin e ulët dhe në rënien të borxhit publik si dhe treguesit në përmirësim të tregut të punës. Ritmi i rritjes ekonomike për vitin 2024 qëndroi në nivelin 4%, i ushqyer në një masë të madhe nga zgjerimi i konsumit familjar dhe investimeve të përgjithshme në ekonomi, përfshi sektorin publik dhe sektorin privat, që më vën të theksoj që kjo zgjerim i kërkesës të brendshme pasqyron si bilancet të shëndosha financiare të ekonomisë shqiptare, ashtu edhe kushtet e favorshme të financimit, që do të thotë niveli i normave të interesit dhe kushtet e përgjithshme të kreditimit kanë favorizuar një rritje të shpejtë të kredisë, e cila ka mbështetur zgjerimin e konsumit dhe të investimeve. Themeli u shpreh gjithashtu se konteksti global vijon të shfaq pasiguri të larta që vijnë nga tensionet gjeopolitike, por gjithashtu edhe nga lufta tregtare dhe planet për vendosjen e tarifave në nivele të ndryshme ndërmjet bloqeve konkurrente gjeopolitike, gjë që do të ishte një goditje negative për ekonominë shqiptare. Nëse këto goditje do të materializohen, ato do të pasqyrojnë qëndrimin e politikës monetare.